shqip, është sakt përgjigje. 15 dëshmitar nga 125 sa folën me zë i patën ekspert e ish shërbyes ndërkombëtar. Por asnjërit, prokuroria në Hag nuk u shfaqe 132 provat, të cilat i ruajti për t'i dorëzuar tek pas përfundimit të dëshmive. Mbrojtja e alarmuar po i kërkon trupit gjykues mos pranimin e tyre nga që nuk patën mundësi t'i ballafaqojnë me kundërpyetje e as t'ua verifikojnë prejardhjen që nuk përjashtohet të jenë shpikur. Mbrojtja nuk mund të adresoj metodologjinë e përdorur nga autori, autorët e dokumenteve dhe të hulumtoj nëse ajo që është raportuar është reflektimi asaj që është thënë nga ndonjëri prej të akuzuarve apo edhe më keq, nëse nuk janë asgjë më shumë se sa fabrikime ose interpretime personale të autorëve mbi deklaratat publike të ndonjërit prej të akuzuarve. Ndërkohë që ZPS kërkon të pranohen si periudhe luftës edhe muajt qershor-shtator 1999, avokatët hedhin dyshime për keqpërdorim edhe të misionit të NATO-s KFOR. Duhet mbajtur shënimi i veçantë për provën SITF 044 1805 e cila nuk ka stemë, shenjë, nënshkrim, emra apo ndonjë indikacion që është përkatitur nga e KFOR-it. Prokuroria po tenton të pranoj si prova dhe dokumente që lidhen me superioritetin e Recep Selimit pas luftës për krimet në të cilat pretendohet se u përfshi pas përfundimit të konfliktit kundrejt bashkëpunëtorëve. Mbrojtja vlerëson se këto do duhet të diskutoheshin me Steven Russell, ish ushtarakun amerikan, që dëshmoi për zhvillimet e verës së 99-s, i shoqëruar nga zyrtarët e Departamentit Amerikan të Shtetit. Kundërshtimi 132 dokumenteve të reja bëhet në kohën kur mbrojtësit po përgatisin mocionin e kundërshtimit të akuzave që duhet ta dorëzojnë më së largu deri të hënën.